Ka njerëz që lindin në qetësi dhe ecin në rrugë të shkurtra. Ka të tjerë, të cilët që në fëmijëri përballen me sprova që do të mjaftonin për disa jetë. Një prej tyre është Burhan Bekteshi. Historia e tij fillon në Tanush, në malsinë e Karadakut, në një vend ku malet ruajnë kujtimet e brezave dhe ku toka mban ende gjurmët e sakrificës. Aty lindi dhe u rrit. Aty mësoi dashurinë për familjen, për vendlindjen, për fen, edhe për njerëzit e tij. Por jeta nuk i solli ditë të lehta, që në moshë të re u përball me sprova të shumta. Më pas, erdhën vitet e luftës, vitet e ankthit, të pasigurisë dhe të largimit nga vendlindja. Familja e tij, si mira familje shqiptare, përjetoi dhimbjen e ikjes dhe pasigurinë e ditëve kur askush nuk e dinte çfarë do të sillte e nesërmja. Pas luftës, rrugëtimi i jetës e solli në shkup. Ishte një fillim i ri, por jo një fillim i lehtë. Ishin vite sfidash, sakrifice dhe përpjekje të vazhdueshme. Por mes gjithë atyre vështërsive, ai nuk e humbi besimin. Një nga gjërat më të veçanta në jetën e Burhan Bekteshit është fakti se ai nuk pati mundësinë të ndiqte shkollimin si të tjerët. Ai mbeti pas një dite të vetë me shkolle. Megjithatë, Allahu i dhuroi një talent të rrallë. I dhuroi fjalën. Aty ku shumë kush do të dorëzohej, ai filloi të shkruante. Filloi të shkruante monologe, tregime, reflektime dhe mesazhe që dilnin nga zemra. Nuk kishte diploma, nuk kishte shkolla, kishte vetëm besim, durim dhe një dhunti që Allahu ja kishte falur. Kur e pyesnin si mund të shkruante pa pasur shkollim, ai përgjigjej: "Kjo është dhunti nga Allahu." Para më shumë se 10 vitesh nisi rrugtimi i tij krijues. Në fillim ishte vetëm ai dhe fleta e bardhë. Askush nuk e njihte, askush nuk e priste. Shpeshherë punonte në heshtje, pa duar trokitje dhe pa mbështetje. Kishte njerëz që nuk e besonin, kishte njerëz që nuk e dëgjonin, por ai vazhdoi, sepse besonte se puna e sinqertë nuk humbet kurrë. Vitet kaluan dhe monologet e tij filluan të përhapeshin, filluan të preknin zemrat e njerëzve, filluan të kujtonin dëshmorët, historinë, sakrificën dhe plagën e kombit tonë. Pas më shumë se një dekade punë, sakrifice dhe durimi, Allahu e shpërbleu me realizimin e një ëndre të madhe. U promovua libri i tij i parë, një dekadë me dëshmorët. Një libër që u prit me respekt dhe dashuri nga lexuesit, dhe që shënoi një moment të rëndësishëm në jetën e tij. Por asnjë sukses nuk arrihet vetëm. Në këtë rrugtim, Allahu i solli pranë njerëz të mirë që besuan në fjalën dhe punën e tij. Mirënjohje e veçantë i takon Arsim Fazlies, interpretuesit që me zërin e tij u dha jetë monologëve dhe i çoi ato tek zemrat e mira dëgjuesve. Faleminderim për Ermir Hoxhën, Adem Karagën, Bujamin Selimin dhe të gjithë bashkëpunëtorëve që e mbështetën gjatë viteve. Një vend të veçantë zë edhe producenti Refet Gashi, i cili me profesionalizëm, përkushtim dhe besueshmëri u bë pjesë e shumë realizimeve artistike dhe kulturore. Përmes punës së tij dhe ekipit që e shoqëronte, shumë projekte morën jetë dhe arritën tek publiku. Mirënjohje të veçantë meritojnë edhe artistët që kontribuan në realizimet muzikore dhe artistike. Artan Kastrati, Gjem Buqi, Pleu Gashi dhe Nusret Asani, të cilët me talentin dhe përkushtimin e tyre u bën pjesë e këtij rrugëtimi. Ndërsa me mall dhe respekt të veçantë kujton mikun e tij të ndjer, Ylber Aliun, i cili përmes vokalit, miqësisë dhe zemrës së tij la gjurmë që nuk do të harrohen kurrë. Edhe pse sot nuk është fizikisht mes nesh, kujtimi dhe kontributi i tij vazhdojnë të jetojnë. Një falënderim i thellë shkon për të gjithë donatorët,
bizneset, miqt dhe dashamirët që gjatë viteve kontribuan me mundin, kohën, djersën dhe mbështetjen e tyre. Pas çdo projekti, qëndrojnë njerëz të mirë, që besuan kur rruga ishte e vështirë dhe kur suksesi dukej larg. Por edhe pas suksesit, sprovat nuk pushuan. Jeta vazhdoi ta sfidonte, por ai vazhdoi të ecte përpara, sepse mësoi se sprovat vijnë dhe shkojnë, ndërsa durimi mbetet. Mësoi se plagët mund të dhembin, por nuk mund ta ndalin një zemër që beson tek Allahu. Dhe sot, vetëm një vit pas promovimit të librit të parë, Burhan Bekteshi vjen para lexuesve me veprën e tij të dytë, Drita e Allahut dhe gjaku i dëshmorëve. Një libër që bashkon jetën, besimin, familjen, kombin, dëshmorët, sprovat dhe shpresën. Një libër i shkruar me lotët e kujtimeve, me dritën e besimit dhe me respektin për ata që sakrifikuan gjithçka. Sepse kjo nuk është vetëm historia e një autori. Kjo është historia e një djali nga Tanusha, që pa asnjë ditë shkollë, me besim tek Allahu, me durim dhe me punë të pandërprerë, arriti të kthej dhimbjen në fjalë, fjalën në amanet dhe amanetin në libra. Dhe mbi të gjitha, është dëshmia se kur Allahu dëshiron të hap një derë, askush nuk mund ta mbyllë. Kjo është historia e Burhan Bekteshit, një histori sprove, durimi, besimi dhe shprese.